Përshëndetje nxënës. Do të vazhdojmë sërish me mësimin e largësi. Shpresoj se i keni libra dhe fletoret para vetes dhe do të punoni bashkë me mua. Njësia mësimore që do ta zhvillojmë sot është këndet e brendshme të shumë këndëshit. Njësinë mësimore e keni në libër në faqe 203. Të shohim që shumë këndëshi. Shumë këndësh dy do forma me brinjë të drejta. Shumë këndëshat mund të jenë shumë këndësha konveks dhe shumë këndësha jo konveks. Të shohim disa prej të dy grupeve. Pra, disa shumë këndësha konveks dhe disa jo konveks. Çka dallojnë njërin grup nga tjetri? Pra shumë këndëshat jo konveks ka një kulm të tërhequr në brendësi të shumë këndëshit. Të shohim pra cili është ai kulm. Pra është ky ai kulmi që është i tërhequr në brendësi të shumë këndëshit dhe ai kënd është më i madh se 180 shkallë. Të shohim disa lloje të shumë këndshave dhe emërtimet e tyre. Pra 3 këndësh, 3 brinj, 4 këndësh, 4 brinj, 5 këndësh, 5 brinj, 6 këndësh, 6 brinj, 7 këndësh, 7 brinj, 10 këndësh, 10 brinj, 12 këndësh, 12 brinj. Juve ju mbetet të bëni dallimin mes atyre konvekseve dhe jo konvekseve. Të shohim më te. Pra, këndet e brendshme të shumë këndshit janë këndet pranë kulmeve për brenda dy të formës. Pra është kjo qëllimi jonë të gjejmë të shohim këndet e brendshme të shumë këndëshit. Ne të shohim cilat janë ato. Pra, janë këndet A, B, C, D, E dhe F. Të shohim se si ne do të gjejmë shumën e këndeve të brendshme. Po që se ne tërheqim diagonale nga një kulm të 6 këndshit, atë ne mund të ndajmë në 4 trekëndshë. Me që ne dim shumën e këndeve të brendshme të trekëndshit, cila është 180 shkallë, lehtësisht tani do të gjejmë shumën e 6 këndshit. Pra, me që gjatë tërheqjes së diagonaleve formohen 4 trekëndsha, e kuptojmë se shuma e këndeve të brendshme të 6 këndshit është 4 herë 180, që do me thënë do t'jetë 720. Pra shuma e këndeve të brendshme ke 6 këndshi është 720 shkallë. Të shohim shembullin e parë. Te shembulli i parë, me vizatimin të diagonaleve njëso shumën e këndeve të brendshme është dhënë një 5 këndësh dhe ne duhet të gjejmë sa është shuma e këndeve të brendshme ke 5 këndësh. Pra, pasi thot me tërheqjen e diagonaleve, ne do të tërheqim diagonalet dhe shohim se prej një kulmi mund të tërhiqen 2 diagonale dhe formohen 3 trekëndësha. Pra shuma e këndeve të brendshme do të jetë 3 herë 180 shkallë, që është 540 shkallë. Pra shuma e këndeve të brendshme të 5 këndëshit është 540 shkallë. Të shohim shembullin e dytë. Shembulli i dytë thotë: njëso këndin e panjohur të shumë këndëshi. Është dhënë pra 5 këndësh, njëri kënd 110 shkallë, njëri 48, njëri kënd i drejtë, njëri 39 shkallë dhe ne duhet të njësojmë këndin X. Të shohim çka do të bëjmë. Në fillim do të gjejmë shumën e këndeve të dhëna. Pra do t'i mbledhim këndet që ne i dim. 48 shkallë plus 110 plus 90 plus 39, që gjithsej bëjnë 287 shkallë. Tani do ta lidhim me shembullin e parë. Nga se në shembullin e parë ne kuptuam se shuma e këndeve të brendshme ke 5 këndësh është 540 shkallë. Pra, 280 shkallë, shumën të cilën ne e mblodhëm nga këndet që i dim, plus këndi X, së bashku bëjnë 540 shkallë. Dhe tani, të gjejmë vetëm këndin X, që do ta gjejmë me zbritjen e 540 shkallë minus 287 shkallë. Pra, këndi X do të jetë 253 shkallë.
Pra në këtë mënyrë, ne do të njësojmë këndin që nuk e dim nëse janë dhënë katër të tjerët. Besoj se e keni të qartë. Tani, pasi pam shumën e këndeve të brendshme ke 5 këndëshi dhe ke 6 këndëshi, ne kemi nevojë të dim për të gjitha shumë këndëshat. Pra shuma e këndeve të brendshme, nëse shumë këndëshi kanë në brinj, përmes diagonaleve të një kulmi, ai mund të ndahet në 9-2-3 këndësha. Andaj, shuma e këndeve të brendshme të shumë këndëshit me në brinj do të jetë 9-2 herë 180. Pra me këtë formullë, ne çfarë do lloj shumë këndëshi arrim t'ja gjejmë shumën e këndeve të brendshme. Ju për detyrë shtëpie do të keni detyrën e parë, të dytë dhe të tretë. Shihemi në leksionet e tjera.